Po flasim për një sukses historik, le të themi. Një shqiptar renditet në kategorinë e tij në karate në vendin e 7 në botë, ai sonte është musafir me neve për të treguar rrugën se si arrihet deri këtu, që detyrimisht nuk është as pak e lehtë. Me neve sonte është Orges Arifi. Faleminderit që je sonte me ne. Faleminderit vërtet na em nasimja. I shtati në botë nuk arrihet lehtë. Na trego pak për momentin kur e ke parë renditjen, kur e ke parë rezultatin dhe kur e ke parë rangimin botëror të kategorisë ku merr pjesë. Po normal, si çdo sportist të nivelet të lartë, renditja është ajo që e përcakton ku gjendet niveli jot aktualisht. Unë tani jam me thënë drejtën në këto 2 vitet e fundit jam dikon top 20. Po në këto muajt e fundit jam momentalisht jam i shtatit në renditjen botërore, e cila është një pozitë mjaft e lartë, më thënë për neve, për shqiptarët. Pasi nuk kemi, më thënë, këto vitet e fundit ndoshta jam i vetëm garues shqiptar që kam mrit një pozitë. Prandaj edhe quajta historike, se nuk është lehtë, nuk mrihet lehtë këto nivele. Nuk e di që ka pas ndonjë shqiptar tjetër që ka qenë kaq lart, domethënë në pozitë në renditjen botërore në VKF. Aty ku është të senior, ku është në niveli më i lartë botëror. A e ke pa lajmi vetë i pari, ata ka tregu dikush? Po jo, a e ke parandje? Jo, renditja bëhet update, domethënë çdo muaj, na prapërsisht e dim ku jem, pas çdo gare e kemi pikë të caktuar, e dim ku do të jemi mas prapërsisht. Por për të qenë top 15, më thonë, do të jesh në stop aktiv në për gara, do të më marr pjesë garat më të forta botërore, siç janë ato që quajmë në Premier Liga, kampionat evropian, kampionat botëror, dhe nëse ke rezultat, nëse për çdo fitore atë numërohen pikë, kështu që është një renditje e përcaktuar në bazë pikëve, në bazë lufta të fituara, në bazë normale edhe medalje. Pasi medaljet kanë peshë më të madhe edhe kanë pikë të shumta. Kjo në kupton në anën tjetër që ke qenë shumë aktiv gjatë vitit. Normal, u desh patjetër me qenë shumë aktiv për shkak që përpos renditjes botërore, që është për privilegj, është edhe shumë e rëndësishme pasi ka qenë edhe renditje për kualifikim në kampionat botëror. Pasi Federata Botërore ka ndryshuar sistemin, përpara ka mujt me marr pjesë kampionat botëror çdo kush, për një, domethënë për shtet, ka pas të drejtë me dërgu secili shtat për secilën kategori nga një garues, ndërsa tani ka ndryshuar një propozu vetë më herët. Po, secili federatë ka pas mundësinë në kategorinë 60 ta dërgojë një garues. Tash nuk ekziston kjo. Që do të thotë rrjedhimisht nuk është se kanë mujt ndoshta me qenë më të mirë, po ka mujt edhe mos me qenë më i mirë. Po, ka mujt me qenë në shtet vetë më i mirë, po domethënë që ka qenë niveli i lartë. Tash ka ndryshuar, tash është këtë më ndryshe, tash në kampionat botëror do marr pjesë atë në periudhë të 2 garues më të mirë të botës, që ndryshon komplet niveli. Tash është shumë vështirë, më thonë, është kualifikimi për kampionat botëror. Se sa vetë pjesëmarrja. Ndoshta edhe vetë, s'po them medalja, por shumë vështirë është me fitu normën për kampionat botëror. Më thonë është vështirë siç ka qenë për lojra olimpike. Pasi vetëm një nivel po thua, a? Është padyshim, domethënë, tash është luftë. Vetëm 8 garues do kualifikohen përmes renditjes, 3 Që to ku je tetash, domethënë je i sigurt sa i përket kampionatit botëror. Këtu e ke marr vizën për me marr pjesë në kampionatin botëror. Unë e kam marr shumë herët, domethënë mënyra e parë ka qenë përmes renditjes, ku 8 parë të kualifikohen direkt. Kjo është edhe më mirë, apo ka qenë edhe më vështira, s'është shumë vështirë me qenë ndër të mirë botës, po normal. Këtu po lufta më e madhe. Mundësia e dytë ka qenë është përmes kampionatit kontinental, për shembull për evropian, aziatik, afrikan, ku 3 medalistët, 2 finalistat dhe një event i tretë që pe kampionit kualifikohen direkt. Unë kam marrë kualifikimin edhe përmes renditjes, pasi jam i shtati, edhe përmes medaljes që fitova medaljen në kampionat evropian, domethënë po këta e marrin për bazë, e marrin ato më të fortën, më e forta është renditja botërore. Domethënë, tash i bën që nuk kemi kualifikuar me medalje, po i bën përmes top 8-s, ndërsa do ja lëshoj vendin një garuesi që ka qenë pas me në kampionat evropian. Vendi i tretë. I bën vendi i bën në vendin e tretë. Po dhe se edhe ti me pas qenë vendin e tretë ka qenë më e vështirë, domethënë vendi i dytë ta ka dhënë automatikisht vizën. Është më e lehtë. Po, domethënë se ballafaqu me vendi i parë, vendi i dytë, edhe nëse nuk kisha qenë renditje hiç, është shku direkt. Sakt. Po. Tash te unë numërojnë ata që shkojnë me renditje, domethënë përmes standing shqyrtojnë ata. Ndërsa vend me atë medaljen që kam me medaljen e argjend, e zëvendësojnë me një medaljes vendit të tretë në evropian. Unë ja liroj vendit. Përmes qaru për dëgjues te kishe siguru kualifikimin direkt sikur të kishte qenë kampionat
botëror, nivelit botëror, pjesëmarrja. Apo jo? Jo, veç e kam siguru, domethënë, përmes. Jo, po them nëse nuk e kishte siguru përmes evropianit, se tha lirohet përmes evropianit lirohet në pozitë. Nëse kisha fituar medaljen në evropian. Po. Në garat e nivelit botëror ke mujt me siguru. Po, përmes renditjes top 8, domethënë që jam. Sa është e vështirë tregon? Kërkush nuk pyet se na të shohim në skenë, po nuk e shohim pjesën e vrazhd prapa skenave. Është nuk mund më shumë vështirë me fjalë me ta tregu sa është vështirë, vetëm po ta tregoj se është në ekstrem më shumë vështirë. Ti je në nivel botëror, të shtryesh me garues më të mirë të botës, me shtete shumë të fuqishme, siç janë Japonia, Italia, Kazakistani, që investojnë shumë. Irani, që investojnë shumë, që kanë me thonë ekip të komplet e kanë bazë vetit, është tepër e vështirë, sidomos për mua që vi nga një vend si Kosova, një vend nga Shqipnia, po folim nga aspekte personale në gjitha i bëj vetë. Domethënë, jam edhe trajner për veti, jam edhe garues për veti, edhe biletën e garës, hotelin, akomodimin mirë do të më merr unë personalisht. Ndërsa garues të shtetet jashtme, për shembull Turqia, Irani, këtu nuk e kanë këto probleme, e kanë një ekip mas veti. Kur shkojnë ata në përgara, kur shifim në ato varma pareja, ta janë me trajnera, janë me fizioterapist, janë me psikolog sportiv, domethënë është një ekip e tërë që punon. Ti me çfarë shkon? Me këta. Unë jam fikall vetë, ose jam me një shok, ose kur jam me ekip. As me trajner, as me fizioterapist. Kam këto 2 vjet e fundit e kam pas trajner, një person që falenderoj shumë, është një garues nga një trajner nga Franca, quhet Valet Slimani, ai më kanë net offer. Ku ka francez është francez, domethënë është e ka një klub në Francë, edhe këto 2 vjet e fundit në Premier League ka për kraj. Ato e kanë pasur trajner. Domethënë jam nis shumicën e gara pa trajner. E ka lidhja me to shumë interesant. Domethënë nuk i shqiptar, nuk i kosovës, e keni francez, shumë interesant. Me to i na lidh përmes Alvinit, Alvin Karaçit. Alvini përpara ka garuar në kumpën e Francës, ka garuar për klub për klub Tina, e pastaj i na lidh. Edhe ai është shumë trajner i mirë, e ka klubin më të mirë në Francë. Domethënë para 2 javë, para një muaji bën kampiona të Kupës Francës, domethënë ai me klub vet. Kështu që na kanë ndihmuar shumë, do të më pranu, ai ka qenë s'na ka lënë vet në Portogala. Sa është tani vështirë në aspektin e trajnimit? Në aspektin e përgatitjeve, gjithçka që bëhet prapa skenës. Është shumë vështirë, dosh me pas sa të merr kohë, sa duhet ushtrime, sa duhet. Në stop ushtrime, por nuk mjafton për nivelin e Premier Liga, për nivelin botëror, për me pretendu medalje evropiane botërore, medaljen Premier Liga, nuk mjafton më veç me ushtru. Do të më ditë edhe çfarë po ushtrojnë, do të më ditë sakt cilën kohë çka më bë. Është më thon shkencë veti. Po unë kam punu shumë, jo kam studiu shumë, kam studiu karaten shumë, më thonë edhe kam vjedh shumë për shumë shtete tjera, kam shku në për shumë kampe tuja, jo menu për secilit me vjedh diçka, me kështu edhe kam bërë një farë stili që më ka përshtat edhe mu, edhe jo menu me perfekcionu, që mene që detar që kam bëri këtë gja mirë, edhe kështu, nuk kam bëri dhe më thonë kështu. Bazën e kom pas të mirë, shumë të mirë, kam qenë klubin e kom pas do të më pranoj, kom pas klubin më të mirë, trenerin e kom pas shumë të mirë, trener më të mirë që ka ekzistuar në Shqiptari për me mri në nivel shumë të lartë, ka qenë Shqipe Zogjani, kom bashkëpunu shumë gësh me Femi Mahadhën, Femia ka qenë kampion evropian në top nivel i nalt, kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Ai besoj edhe ja ka hapur rrugën e suksesit shqiptarëve, kështu nuk e di para ti, tash më edhe me gabu, po për ka suksese Femia llogaritet nalt. Po, Femia ka qenë kampion e Evropës. Shumë pak kemi garuar në nivelet nalt që kanë medalje evropiane botërore. Ka qenë Femi Mahadha, ka qenë Afrim Latifi ka pas. Afrim Latifi ka qenë kampion e Evropës në 2003-ën. Shumë tani nuk ka pas një ide një kohë deri kur kjo gjenerata jonë Herolindi, domethënë Alvini. Ku çfarë gjenerata një kon çatëherë? Kosova e ka pas fat, mendoj që ka pas rastin historik. Gjenerata e artë ka qenë për muqata. Kemi qenë në kampiona në për regione, kemi qenë një ekip shumë e mirë, perfekte me thonë. Unë pa më të largu më destin, kemi pas një ekip që shumica e shteteve evropiane na ka pas lakmi. Edhe kemi qenë të rinë në mosh, edhe kemi qenë në nivel shumë të lartë. Unë veç për ta marrë një shembull në atë kur kemi qenë ne garues më të mirë që kanë nivelet botëror, që kanë tasht. Për shembull për marr një kundërshtar që kam unë,
vëllezërit Xenos janë nga Greqia, janë kampiona bote, kampiona Evrope, ajo hap 2 javë kanë në Prishtinë ka ushtuar domethënë me neve. Çfarë që kemi pas nivelin e lartë. E mos flas për garus të tjerë që po Federata e Karates në atë nuk e ka shfrytzu. Janë mirë, ka pas sajnet më të rëndësishme më mirë. Bos tyneve dhe ka s'po them që ka dështu, po mos prismarrja në lojë olimpike ka qenë dështim. Absolutisht. Domethënë se ka pas buxheti, ka pas gjitha, nuk kanë ditë me na menaxhu. Ndoshta nuk kanë dashur ata për arsye të veta, për arsye për inate personale, edhe kështu kemi mbet. Edhe prej asoj periudhe jeni shpartallu. Ti edhe Alvini jeni me Shqipërinë tash. Unë Alvini edhe Bledin Pakashtica, Bledini ka qenë në kampion Ballkan. Edhe Bledin Pakashtica po. Ka galuze më të mirë, na jena dytëru. Nuk kemi shuna për çeft të Shqipnia, po jemi dytëru, jemi kanë pa në kryq ose do të me lën karatin ose me shkutën në shtet tjetër. Shqipnia na ka më prit në mënyrë më të mirë, më lëm kujtohet në konferencë për media që pa të bënë atë ku Federata e Karatesë së Kosovës, tu e arsëtu, të thonë këta nuk kanë pas rezultat, nuk kanë kapacitet me mëri ma shumë, kush është interesuar në gjeni atë intervistë, atë konferencë media, po shumë shpejt na e kemi dëshmuar domethënë këtë kundërtën. Për 3 vjet e fundit, Shqipëria, Federata e Karatesë Shqipënisë, përpos Kroacisë, që është shumë lart në Ballkan, është federata e vetme që 3 gara kthehet me 3 vite të fundit ka rezultate të mëdha. Para 2 vjetëve ka qenë Alvini kampion i lojrave evropiane, ndërsa 2 kampionatet e fundit 2024-2025 kthehen me medalje evropiane. Domethënë është një rezultate nuk i ka. Na e marrim shumë për shembull, Serbia ka qenë superfuqi, ka qenë kampiona bote në ekipore, që 3 vjet nuk ka fituar medalje evropiane. Ndërsa Shqipënia në vend me 50.000 euro ka buxhet Federata e Karatesë, 3 vjet e fundit i ka 3 medalje evropiane. Mënyrë më të mirë për me shpërbly besimin e tyre s'ka. Besoj që ja kemi edhe në dorën zemër edhe na kanë ndihmuar shumë, na kanë hapur rrugën, nuk na kanë penguar, jemi me trajtuar ashtu që kemi me ne që kena merituar mu trajtu, po edhe ja kena shpaguar besimin në mënyrë më të mirë me 3 medalje evropiane për numër edhe medaljen e Alvinit. Çu shndrojnë te Shqipëria ka mbështetja financiare në federatë e fuqishme apo jo, kur i ndajnë ato buxhetin nuk kanë buxhet madh. Federata e Shqipërisë ka 10 fesh më të vogël se Kosovës buxhetin. 10 fesh më të vogël. Është nuk krahasohet, veç ata thonë na ti kishim pas vetë sa gjysma e Kosovës, kish mjaftu. Po Komiteti Olimpik Kombëtar i Shqipërisë, presidenti i ri Fidel Ylli para 4 vjetë do të ka bënë punë jashtëzakonshme. Ka bënë një revolucion në sportin shqiptar, ka bënë Komitetin Olimpik ato në nivele më të larta të mundshme. Shqipëria tash në ligjet janë rregulluar pas nëse fiton medalje. Nëse fiton medalje nuk i ka asnjë shtat na ligjet shpërblime më të mira si Shqipërisë. Pas medaljes Shqipëria sportistët trajtohet ashtu që shikoj hije. Kto i ka merita presidenti i Komitetit Olimpik Fidel Ylli. Po si Federata e Karatesë nuk qëndron mirë financiarisht. Nuk i di çu kanë ato pse shteti nuk investon shumë çu kështu, po nuk është e mjaftueshme se po flas për suksesin, por ata më interesoj se nuk është e vogël mi sill to medalje. Mos më pasën në mbështetje që e kam për shemb nëse mos kishin një person që më ka ndihmuar gjatë gjithë kësaj rruge, nëse kisha mujt më mirë me sportin e karatesë. Unë e kam një sponsor përveçëm, ai nuk përfiton kurrë as me sponsorimit, e kam miqën tim. Është një biznesmen, e ka një firmë restoranti, është Arben Arifi, po të mos kishte qenë ky person nëse kisha mujt më mirë me karatesë. Shkaku është shpenzime. Po janë shumë shtrejta, Premier Liga ato e lypin kosto shumë të lartë. Pas sponsor pa është e pamundshme me shtetet tjera nuk e kanë shifre financiare sa vijnë për investim për shembull? Po një garuç që merr pjesë në Premier Liga vjet 15.000 euro i shkojnë brenda vitit. Udhëtimet, veç udhëtimet edhe garat. Se paguhet edhe për pjesëmarrje. Pjesëmarrje, po ti nëse këtu zakonisht Premier Ligat e kanë një sistem që mban një mban në Evropë, një në Afrikë, një në Azi, një në Amerikë. Është shumë tash ti më shkon deri në një vend ku është më larg, po thon Shanghai më shkon Kinë, ti i argjën 3.000 euro, 2.000 euro. Absolutisht. Këto e kanë janë shtete tjera i pagun federata që tham fillim çam dallon mu me ato sfidat kryesore që nuk i kanë garuesit e tjerë, janë këto. Unë do të më merr për shembull tash me menu çish ku me bë çish mi siguru mjetet për
Premier Ligën që vjen çka më kanë. Shtetet tjera as nuk e din, as nuk merren me këtë punë galusë shtetet tjera. Ai ka veç për gara, ai mendon veç për gara, për kategori, për luftë, kur gjë tjetër. Na do të më menu për bileta, do të më menu cilin hotel, cilin kështu, cilin është malje. Kështu janë to sfidat janë që fatkeqësisht jem të përjetuar si galus. Gjatë karrierës a ke pas në një moment negativ, në një moment vështirë, ku ndoshta ke mendu edhe tërheqje nga sporti edhe çush ja ke dalë me te kalu momentin? Çdo sportist ka ato sfidat e vështira, unë kam pas shumë sfida të vështira. Nisa nga përvoja që e kam, më thonë që mas shumë të sportistë përjeton rënë, kur humbjet, kur nuk ka rezultat, kur nuk ka mbështetje pas humbjet, kur mendon që prekadit është ushtron, mendon që po ushtron mina, asha i do shku gabim, po shkon gara hub, ato janë momente më të vështira të sportistët. Pastaj kur e keni një kena pas në një federat që nuk të përkra, po që e thon pa pik, atë nuk e kam probleme, se di që është çaj realiteti, kur dhe ju kanë gëzu humbjet tona. Nuk e kam pas kur hopshëm në ata u gëzëshën për shembull. Na le që do të kemi luftu me kundërshtar ton, po me jetë që ky hupi nuk është në nivelet, jena të shpenzu, se gjana që e kam bë për inate personale. Këto janë më të vështira, çka i mballafat shumë tjera kanë qenë lëndime, kam pas lëndime shumë të këqija. Kom kut ligamentin e gjurit, ju më operu, ka zgjat dikon një vjet rehabilitimi, pastaj kom pas edhe lëndime shumë. Po, më thon drejtën, kom mujt me nal, shumë çfarë më kanë lart psikikisht nga ngarkum, që kom mujt me lan, po nuk më ka shku mendja kur. Kom pas qëllimin ja ku më mri medalje, ja deri veç nëse kur nuk e shëtojnë ana kurse që në zoti s'ki çapun, po e kom pas medaljen e kom pas shtot jeta vdekjes, më thon. Roma ja ka vlet definitivisht, se tash ka nis me të shpërbly. Se nuk e di sa e kuptojnë ndoshta njerëzit që fakti që nuk dorëzohesh mund të më qenë shpërblimi më vonë, se nuk vjen kur gjë në fillim, do të më kalu sfida të caktuara për më arrit deri te qëllimi final. Shumë diku një vjen medalja më herët për shembull. Po duhet të përcjell edhe faktin atë rast. Normal, po na folim shumë edhe me shok, edhe me kështu kemi shumë raste. E kemi garu se kam një shok timin, nuk garan për Kosovën, është shqiptar, por garan për një shtet tjetër, ka fitu medalje me 20 vjet. Me 18-19 vjet ka fitu medalje evropiane senior, po më nuk ka mujt me fitu. Apo kupton, domethënë më nuk ka fitu. Unë kam pas fatin e kundërtën, s'kam fitu medalje se sa vjet, asha 70 vjet s'kam fitu senior medalje, po për një vjet i fitova 2 medalje evropiane. Tash më mirë është çështo se herët. Se herët mësosh me diçka shumë të nalt, edhe nuk ballafaqosh me pastaj me vështirësitë, bëhet më vështirë. Është varet këtë menoj pe karakteret garusit. Shumë garuse fitojnë medalje edhe e lajnë, ma nuk të rejkan vetë. Po, në momentin që kom fitu vitin e kalu medaljen evropiane, mu edhe pe familjes, edhe pe shoqënia, pe shumë kanë thonë le tash. E ki fitu medaljen, ke mri ato që ke desht, le karate, mos atë një lo, ke shpenzu shumë energji. Unë ju kom thonë keve që zdu me lanë edhe kom e fitu pra medalje. E kom pas sigur që nuk po du mja dëshmu edhe vetit që nuk ka qenë që ajo medalje rastisht, po që më me fitu ala medalje, edhe mriva, do më thonë për e dytë. Dy kampionate evropiane, 2 shkova në finale. Pe 5 kategorive që janë të djemt, ka 2 finalista, pe 10 finalistave kalum, veçën edhe në Kroati jemi shku e kemi përsërit këtë rezultat. Veçën në Kroati jemi shku 2 herë në finale e rënë, që nuk është pak, me nëjtë pe Shqipnije me 2 kampionate evropiane të seniora, po ne jam nuk e di që shku me pas shëndete, nuk e di, nuk më me planifiku, nuk më me sene në afat gjatë, po ne jem shumë i sigur që me fitu shumë medalje tjera. Tash besoj fokusi, misioni kryesor mbetet kampionati botror. Kampionati botror ne kam gjitha medaljet, kam medalje ballkanike, kam medalje Premier Liga është ai niveli më i lartë botror. Elita mbledhën. Elita, ato është më shqis kampionati evropian. 2 medalje evropiane, vetëm ajo që mungon është medalja botrore. Edhe tash gjithë synime, gjithë forca, gjithë fokusi kam qenë për kampionat botror që mohat në dorë në Egjipt. Jam një ndër pretendent për medalje, edhe sipas garuzve edhe i kom poshtë gjithë, i një gjithë shumë mirë. Jam një ndër pretendent, nëse kom ditën, nëse luftoj vetëm në 70% nëse jem siç kom qenë kampionat evropian, unë besoj që do jem fitues e medaljes.
Po nuk e di tash pse edhe dëm pak zoti, është edhe pak fat atë nuk e di çush i shkon. Çush është dita. A kime pas ekip me veti apo atje shkon përsëri të njëjtin sistem, të organizu krejta? Ja, për një herë jam i vetëm shqiptar që më kualifikum. Po. Unë po për shpresoj që kanë më bashkangjitur edhe shokët e ekipit, si Garuz, domethënë kem si për Kosovë, si për Shqipënia. Dhe në sa mujnë dhe kur ka fat me siguruar ata pozitën? Ka mbaruar, domethënë është veç edhe një garë që mbahet në Paris, ajo mbahet mas një muji, një muj gjysmë, nuk jemi sigurt. Mundësia e fundit. Mundësia e fundit, pe atë garë 6 part shkojnë direkt. Ama aty dush me hi janë finale, janë me fitu? 6 part. Domethënë 6, por nuk e di sakt sistemin që ka me kanë, se nuk ka me kanë sistemi zakonshëm. Po shumë më vështirë. Po ka me kanë vështirë. Po ka me kanë edhe pak më lehtë nashta se këta që janë kualifikuar, domethënë Garuz më të mirë që janë kualifikuar. Janë kualifikuar me medalje kontinentale ose përmes renditjes. Tash ju mbetet mundësia këty në Garuzve që nuk janë kualifikuar. Kështu që nuk është konkurrencë edhe shumë. S'mundet me kanë konkurrencë edhe shumë e fortë. Se këta kryesorët e kanë siguruar, ka logjik. Nuk janë, domethënë nuk marrin pjesë, ose nëse orkestra nëse është i kualifikuar për shembull, ose pe lamin e shtetit më të fortë që kanë në Japonia. Nëse një Garuz si ka kualifikuar kategorinë 60 në japones, Japonia nuk merr pjesë në atë kategori. Me asnjë Garuz. Me asnjë Garuz është Filan Fistegu është veç i kualifikuar. Po. Kështu që po shpresoj që kemë pas kanë më bashkangjit shokët e ekipit si të Kosovës së Shqipërisë, ka potencial. Ka Garuz shumë të mirë që mundën me këse, edhe të pasaj nuk e di me federatën nuk e di që kanë planifikuar. Po besoj që kemë pas ekip se kampionati botëror është një muad në herë 2 vjet. A mon kontakte me Garust e Kosovës që shështja nivelin tash? Ushrojmë bashkë. A ka mund është me përcjell? Po, normal, se jam pjesë, jam edhe trajner në Kosovë, klubin tem në Prishtinë, atë klubin e kam trashëgu. Pra, për pas krejt angazhimeve tjera, të e kryen edhe detyrën e trajnerit të ikon. Po. Edhe po e knuj me kënaqësi se që më thonë shpërcjell për veti edhe menoja më ju ndihmu sa të më në ato mundësitë e mia. Nivelin të seniorët ka, na ushrojmë bashk me shumicën e seniorëve që janë më të mirë ushrojmë në klub. Ka shumë potencial, jo nga Garuz të mirë si Kosovë si Shqipëni. Pe Kosovës e kemi, më thonë, ekipin e vajzave që janë shumë në nivel. Po, ato kanë arritur suksese vërtet. Është Fortesa, Orana, është Medina Isogo, është Lera Qerimi, edhe kanë dëshmuar kanë fituar medalje në ekipore. E kemi të djemt e kemi është Betim Ali që fitoi medalje në bronz, është domethënë një Garuz niveli shumë të lartë, pas është vetë medalist. Të Shqipënia është Blodin Bagashica dhe Melos Gashi. Menoj që ka potencial, me pas ditën, mënëm 7 vetë mënëm më kualifikum Paris. Po të shofim që shka më shkush, shpresoj që s'paku bile 2-3 për tyre të kualifikohen. Po e përmendëm, varet edhe prej mbështetjes, varet edhe prej shumë faktorëve tani një lojë. Po, është shorti varet ato në momentit. Botrori mbetet gjara kryesore për 2025, nuk ka më aktivitete më madhore karateja gjatë këtij viti. Është edhe kampionati mesdhetar. Kampionati mesdhetar i karates mbahet shtator ose tetor, nuk jemi sigurt, ka pas më mojt Prishtinë. Po për arsye që asnjëri nuk po e dim pse u anulu, nuk mbahet Prishtinë, mbahet në Spanjë. Po me thënë drejtë nuk e di. Kanë pas organizimin këto? Po, kanë këto as nuk kanë treguar pse nuk po mbahet, veç në fakt që tash e kanë bërë është mbahet në Spanjë. Besoj federata do të më tregu arsye pse s'mbahet. Kosova e ka lajmëruar që kanë bërë marketing shumë. Ka pasna, po. Nuk kanë është e kanë bërë shumë zhurmë që do mbahet në Prishtinë, është shumë mirë që ka pas më mbahet në Prishtinë, nuk e di, besoj nuk e di as arsye pse nuk mbahet në Prishtinë. U shku do mbahet në Spanjë, nuk e di a do marr pjesë. Nuk e ma para që jo, se nuk kam nevojë, nuk kam ne fare arsye. Ti kish marrë në Prishtinë kisha marrë pjesë, në Spanjë nuk e di, nuk e besoj që do marr. Sipas gjella gjasa do jetë gara e ardhshme, do jetë kampionati botror. Nuk të pyetëm gjatë kësaj periudhe prej fëminisë, çka realisht të ka lidhur me karaten? Është shumë interesant, shumica me karate kanë filluar të pa filmat ose kështu që është, unë kam këtë ngjarje tjetër, unë jam me futboll. I kam qenë futbollist. Po, fillim, kam qenë futbollist i mirë. Kam qenë klub të Korikut, kam qenë këtë gjeneratat pe Fatos, pe çajën para Fatos, avdere te kadet, kam qenë një lojtarëve më të mirë, kam qenë në reprezentacion të Kosovës, kur u mbledhshëm për grupusha të reja. Edhe ajo çka unë babin e kam pas
ka qenë kryetar i klubit i Prishtinë dhe që merr të njëjtën me karaten. Pa kur nuk ka imponu karaten, edhe më tregu drejtën nëse kam pas çka karaten. Nuk e kom dashur hiç. As nuk më shku me këshirin. Kur shku babin e përgara, unë as që më shku, as më ka interesuar as në sall, as në klub nuk më shku kur për shembull në janë asha 50 më shku ajo. S'm ka të rri karaten hiç. Edhe në ditë ai me trenerin ato të futbollit, fizikisht më pak më i dopt se gjenerata jam. Edhe pi thot ai trajneri babit, mas i ki klubin merr orgesin për më forcu fizikisht. Me ushtru karate. Po, që me kry punë për futboll, domethënë, ke qëllime për futboll. Po. Edhe okay, babi ç'është po thot trajneri, ne hajde, okay. Edhe më shani të futbollit, shkojsha në karate, pak bësha këtu zgjati tek këto. Por shumë as se kom pas plan. Edhe ka dal, fillova tu pa. Hyna me ta, hajde nis parenga dhe kështu, edhe beta në karate, futbollin e lash, edhe kështu domethënë është historia e karate. Shumë e fortë koka, se pas na di çet pjesë. Por edhe shumë vonë ne kam filluar me karate. Domethënë me karate kam filluar dikon moshën 13-14 vjet. Po dhe se lidhja me një sport zakonisht bëhet herët, 6-10, 7, maksimumi 8. Unë kur ngarus në shtete të tjera, kur më pyesin sa vjet ke filluar, kur i them 13 vjet, 14 vjet nuk më besojnë. Befasohen edhe ata. Jo, s'm besojnë. Thonë s'ka shans. Plus po vjen për një sporti tjetër. Plus i bjen kadet. Kadet ku filluan, kadet është ajo ku veç marrin pjesë në evropiana apo trënora kur fillojnë. Unë pe kadet ku filluam me marr pjesë me ushlu karate. Besoj prindin e ke pasur edhe mbështetësi më të madh pastaj në karate. Po, domethënë babi kanë ai kryesore që as nuk diskutohet. Ai mbështetësi më e madh pe asdin gjë. Me gjitha domethënë edhe me nivele edhe me më çunë për gara. Ai kanë mbështetësi kryesore edhe ka ditë mirë këtë sport. E ka ditë çka do të më bëjnë për me nivelet e larta. Ke pas atlet rrugën këtë drejtim. Kom pas atlet, kom pas klubin, kom pas atleta, po në aspektin e udhëzimeve, se normal. Ne them gjallë, mos kisha qenë në klubin i Prishtinës, shambun s'sha mujt me këto moje. Ne kom pas partnerat më të mirë të Evropës nashta. E kom pas Rolindin, e kom pas Alvinin. Sakt. E kom pas Gentiana, Florentina Gashin, kanë qenë këtë garus nivele shumë të lartë. Plus ma vonë ju pa të bashku edhe Fortesa, Fortesa ka ushtruar te na. Fortesa ka qenë Bledini, Ylli Cenaj. Jemi kanë unë s'kisha pas çam me pas në klub, me pas çat ekip që kemi qenë përpara. Nuk ka pas ekip shumë shtete në Ballkan, s'besoj që kanë pas ekip më të mirë. E kemi pas 10 seniora se cilë kanë qenë më mirë se tjetër. Edhe për fund se koha po ecë shpejt, po kur mohabeti mirë edhe ecë koha shpejt. Nëse dikush ka vendos si i ri tash me u marr me karate, cila është këshilla e Orges Arifit? Karate, son ju them edhe kur vinë edhe fëmijë, dallon shumë apo do me bë karate për çef, për hobi, për kështu apo do me mri majet me mri medalje evropiane botërore. Dallon shumë. Për me mri medalje evropiane ose botërore s'po që dush me pas një cak, dush me ditë për çka, dush me thonë ne ku me fitu medalje. Edhe pastaj është do të më pas shumë sakrifica, do të më lënë shumë sene tjera, do të më lënë komplet jashtë, do të më veç me sport karates, do të më investu shumë, do të më investu si financiarisht, është sport i argjueshëm. Edhe prap nuk i kitë sigurt a mrin medalje ajo, a mrin majat ajo. Se normal të investojnë, po investojnë edhe shtetet tjera. Absolutisht, edhe shumë ma shumë se ti. Po, tani normal lidhën këto dush me pas ekipin e mirë, dush me pas njerëz profesional që dinë sa dush me kanë talent, sa dush me kanë më thonë, me pas ato mundësit më të mira, më bokarus më mirë në botë, nëse nuk e ki dikon që mund çon përpara, që i din rrugën që çdo të shekot, me çarxhën pa lidhje për shembull. Kështu që do të më ditë sakt çapo dojnë, do të më lan shumë sene anash, do të më mirë veç me karate, edhe normal ajo kryesore është mos mundur zukur. Çka do të ndodh këto dështimet e këto sportistë që janë as nuk diskutohen. Unë të falenderoj shumë për kohën, edhe të uroj shumë sukses në sfidën e radhës, që është kampionati botror. Shpresoj shumë që të shohim me medalje edhe aty. Faleminderit Naem, shpresoj që do jemi prapë këtu së bashku, me medalje botërore. Absolutisht, emisioni Sportfolio dhe Dugaxhini kur kemi diskutuar në fillim ka qenë ideja që të krijohet një dritare për sportist, pra një derë ku kanë me ardhmë tregu gjithmonë për suksesin e tyre. Shumë faleminderit, nuk është hera parë që në Dugaxhin këto, është Dugaxhin gjithmonë ka qenë ato që na ka përkra, mas çdo gare jemi ardhur këto, kemi shpalus ato rezultatet tona, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit.